janë ditë këtu brenda. Bëmi dromsat e bëmi shtrilljat. Këta di janë di taljurse që jam që gjëndën e bëkën vetë ndër katundët atë bresh, këtë tjenë katundë nuk i bënë. U hapa këtë restorant këtu datën 1980. Ma par se të hapja restorantit, bëra una ricerca shumë tra ndër 10 pjeqët, ture vature gjegjur se si është shëzijin, se si është që i bëjin, e quindi bëra una cultura shumë i fort. Dopo pata la fortuna se njëkja një që thoi Italo Elmo, që bine hani këtu. Ciao Italo. Italo që bine hani semri këtu. E që njeri ka ata që i pilkini kuqina, e mësin një semri gjinë, njëra sa zu shpresh bugja, e vijin gjinë që nënë kishim në angulokë sa turshin njerëzët që vijin e hajnë këtë nanë. Zumë kështu, dopo Italuci pat l'ideja thot kanë minu, datu se jeme pratikomi na këtë kuqin këtu, pse nuk bëmi një liber, e tina jep gjithë gatimet se shti e libri është kjo këtu, Rituali Misteri della Cucina Arbresh, që bëri Italuci, bashkë me Adelinin De Marco e bashkë me qoftu Ruggero Lazzarini, ku dash gjithë ata gatimet se që zijemi. E gatimet janë shkrur sia me gjuhin arbresh e sia me gjuhin italian. Këtu është ajo se që shurbej më shumë se ndër gjithë këtë na, që mëma ime, që a thojnë Giulia Guaglianoni a thojnë mëmës. E mëma indiretta na bëjmë gjithë të shërbise këtu. Kjo është ajo se si pripararen shtrilljat e kjo se si pripararen dromsat. Këta janë dita jurë se që bëni. Kjo këtu dromsa është një se je un piatto shumë antico. Difatti më njëherë kur mbjeqin ka nga mbanja, njerëzit që vejnë nga mbanja e dopo mbjeqin, thonë që kem hami sonde. E thonë bëmi qik droms. Dromsa ngështë më gjë se ja është mil, ata l'ingredienti është mil e ujit, e fani më gjë. Ndër shpit një grusht mil e kishin gjithë, njësim erigane kishin gjithë puru, pomodorët i kishin gjithë, allora valjt e kishin pur gjithë, që bëmi, zënë e bëjnë dromsin, e në kondemonende bëjnë puru ljengut. Ljengut ishë bënur vetë me val, me kutunjullë, me pak huder e me pak kjep. Këta ishin ata që të bëjnë. Lurt mundutu, kur furnoki, i bëjnë vasilikot, e i bëjnë qitë pepërzi, 3 o 4 koqëza pepërzi, që shtipjen në atë moment, e i ashtijin brënda, për sa të bine risaltami vetë sapuri, kësaj, jo sa t'ish shumë, që ishin si spec djeksa që ditjen shumë, jo. Qo servirin vetë sa të bine njëkin e saltani shumë sapur. Si bë këtë dromsa? Dromsa na uzarni sembri mirë, maj vetë grur e njom e maj vetë grur të ngurt. Uzarmi këta miskullje, perché ndose na uzarmi vetë millit e njomit. L'impasto vjen un impasto shumë i njom e nuk shurbe këtë mirë. Ndore bëmi vetë ata millet e grurit e ngurt, vjen i bënur ashproket e quindi shqitet gjithë e non ka se si bëjë. Më njëherë thoi, ma sa kënë bëmi milë këtë gruri i njome, sa kënë bëmi këtë ajo me këtë gruri grattone, njëkin millit e njësin me dorën, e njëkin sa i holish, nësi shumë të holë, nësi shumë të rakë. E uzarjen grushtin, ajo është il sistema që masjen, me uzarjen nebulënzëra në esi. Me grushtin masjen e thojnë vëmi dikësi me grurt të njom, e dikësi me mil, e një me mil asi grurt të ngurt. E zënë e bëjnë. E bëjnë këtë situaci, e shprishin si për këtë si, këtë ajo tavulliri, kjo është tavulliri, kjo është sita. Këtu mërënda bëjnë millit, e zënë e shkundje, e bëjnë, e ngrojnë në centimetr asi e mirë. Ka njën mirën, njësi e me uj, mirën si një vazot i vogil me uj. E ca copa asi e degi me rigan. Ljojim rigan të mbrënda nduj, sa të bine minni sapurin rigan, ujtë dhe. E dopo e shtijim, bekojim këta. Ishë një ritual që bojë. E kjo ishë ritual. Ishë ritual se e bekojin mirë.
Kur bini ujtë këtë mirët, që bënë, ndose ti ngisje kështu, ajo shullari I tërë. Quindi, që kishtë bëjmë? Kontinuari me bëjmë shumë kësi. Dopo me dur, ljojmë këta kësi këtu kanjan, e me dur e mirjen, e I bëjmë mirjen mille asije, e shubejmë. Man manu që bëjmë këtë pëtik këtu, bëkshin këta thrimza. Këta thrimza, na kontinuari, mjera sa qikim se u kishin bënë shumë. Dopo e mirjem gjithë këtë papani këtë citaci. Si të qarin. Millit që nuk kish punur bini poshtë. Ata thërimës që ndrojnë jarë, kjo është pasta. E bëket këtë 5 minuta. Nel frattempo që na ishme bëjim këta, u bëgja djengut. Mirjim këta thërimësa e ishtim brënda në djengut. Ture gjirartë, ture bën 2 minute që zike e ishtë gja prontë. Në një këtu e në qikë bitë të pirvoni se si është. E kjo është dromsa. Jetra, ja thonë shtrilja. Shtrilja është shumë më I shurbej. Shurbej këtë shumë më shumë. E për di pju, do ka tjetë një që ti mjeshtër. Se mos go mjeshtër, këta s'ka si ti bëjë. U të thash, më njëherë, se na uzarmi sempre 2.000, mai vetë 1.000. Lo stesso gattima se ci bëjmë dromsit bëmi atë shtrilja. Millit e uj. Ngi bëmi më fare më gjë. Zëme bëmi e imbastarme. Njera kur shomi se l'imbasto është një imbast shurbehet me. Dopo kur është pronto, e këputmi e bëmi ca pagliozza. Këta pagliozza I mbullomi dopo me ncinzul ljuz. Ncinzul kutunje però ka tjetë ncinzul qiesë. Kutunje I mbullomi e ljemi ndonjër herë. Dopo zëme marmi një ka këta pagnozza, I bëmi një vënd në mest, e zëme shurbeme me dorin, e ti pati ti këtu e shumë. Ka qo merë fjalla, qo merë ëmrin Shina I the, shtrilja. Shtrilja Këto këtë mos... vjen me thënë. është një pas shtringoket. Ture shtringure, ture herqur është shtrilje. E zëhitjet. Man të parin kishim vetë një filar këtu. Nani, ture punur, ture bënur këtë ftik, vjen një filar shumë I gjatë. Man se shna e punome, që succedere? Se kjo filar bëket sempre me I gjatë. E allora arrivon një moment që në kesit e shurbesh me. Që bëmi marmi e mbjet me gjithë këtë dora. Skur jem me bëmi një matas si me penjë. Bëmi këtë ajo tavoliri millit. E njëherë që na mjotim, të parin ish me shurbejmë vetë një fejlë. Na ne me shurbejmë gjithë të fejlë. Kanë bine shkon sembri më rënda këtë millit, përke një mos millit servirin se bine njitët pasta. Përke një mos na kur e shtringome, mos nuk ka millit. Bëmi papani këtë fti këtu, ritornar me papani këtu. E kapir? E quindi man mano se bëmi këta, njëra sa arrivomi e shomi se sa I trash është. Kur arrivon e bëm filarin se si këtë bëket, këputet, e ka kjo kësi e këtu, vim për jashtë gjithë të fil këtu. E kjo është pasta. Këta pastë si e zimi. Këtu mund e zimi 2 manersh. Però ajo që zikit veramente më shumë është vaj, hudhe, pepret e fasulje. Na fasuljet però uzarmi në mund të vësh fasulje qiesën, këtë vësh një fasulje aposta. E janë, na I thresme kanari, janë ata povirjeljerat, fasuljet povirjeljerat. Po dise tive ti gjonë, sa ti gjoqë është... Laino Borgo, që është këtë lavalata poshtë tra Laino e Mormani. Na I bjemi që janë gjatë murta këta. I vëmi nduj brëndit, I vëmi nduj me ujtë të ngrohtë e në qikë krip. Ma vteta se është proprio fasuljar bresh kjo. Kjo ngështë fasuljar bresh, kjo është një fasull që uzatë në bresh kalabris però. Perché gjithë fasuljet, qitët e këtu, këta janë gjithë asije që vinë ka jashtin, janë asije se që ullin këtu. Ti përse mi u merë pepra ngështë një asije jone, është një si turk. Ti përse mi u fasuljet, nëse vetën merti në Argentina, janë që bëjnë fasulje, fare më gjë. Qitjërat përse mi, janë shumë zonën d'Italit që bëken qitjërat. Però, këta fasulje këtu janë një fasull partikolar që bëket vetë këta ta toka që janë këtje. Me natën e t'inzirmi këta fasulje ka ujtë, e derdhmi ata ujtë. E I vëmi mbrënda këtë një poqe. Duket poqa, pse duket poqe? E jo t'i zimi këtë njësije
këtë një qotull di metallo. Perché poqja uzaret se kur veket me zjarri bine hin brenda il calore bine hin questo. Allora fasullit veket ziket questo e ziket i tën. Do se ti e zin këtë njësie di metallo, ajo kalori vetë njoheri, quindi fasulli që bëket, ziket vetë për jashtë, e mbrënda qëndron krudo, mund nëse ishë ditë të tërë se qëndron sempre krudo. Kur fasullet i ke pronto, që ke pronto fasullet, vën ujtë e bine ziket ujtë. Ujtë ka tjetë sempre shumë ujtë, ka tjetë pak ujtë, perché tjetë pastet, kur e kalarin mbrënda nduj, hipet lartë e librarin gjithë lamido se qka. Dore ti e vëket njësi i vogël, vëket si kojë, në kesit e shërbesh. Është pronto ujtë që është zinë, kur është zinë shumë, në ato mi klokla, shtulomi pastin, ma ngi vëmi kripin, pasta bine zike, kur shomi se këta past hipet ljartë, allura është po të arrivoj sa që tjeti zinë, a hi ne shtulomi kripin se që bënë, kripa bine uljet la temperatura tua, e ka past kalaret papani poshtë, e rinjetër minuto dhe, kur hipet papani ljartë është i zinë, nëziret ka past ka ujtë, e vëmi këtë njetër kazarole, këtë kjo kazarole shtulomi të parin pasta, dopo vëmi fasuljet, ka njanë marmin tiganuc, e i vëmi valt e hudren. Bine bëket valt e hudren, kur shek se hudra është ze merkulurin e arit, marmi peprit e shtipur, një kuqarin, një shtimin brënda, ka t'jenë shërbes shumë shpejt, se nëse u qelje shumë, nëziket peprit. E dopo al posto të ketë një sapur i mirë, ka një sapur jashme. E kemi shtullon me këtje. I gjirar me 2 o 3 minute, e tagliurio pronto, e i servi. E quindi viene bëra ato të dromshat e ato të shtinë. E këta janë i 2 piatti tradizionali proprio antichissimi della cucina tavolina. Se ti aici proprio Unë proponirta 45 anni fa, kur gjithë katolik taksie, i bëjnë ndër shpit, però gish një që kish një ristorant që i bënë. E u pata l'idea se sa të bëjnë ata. Se nani, siccome se ujja me shomi na girarmi e dimi, janë shumë ditë ristorant, janë gjithë kucinar breve. E dopo fanno ato që bërë. Por këto jam e thomi. Ka që vjetë që jam i shurbenj. E ancora mulletin. Su ne panna ato e proponirti gjithë. Però e që proponirti të parin tjemna. Ma por këto risco që bëjmë ngeri që toja, nani gjithë daljen e bëjnë gjithë kucinar breve. Jo, dici così scelto in gruppo. In questa impressione, capito? Che non perché, un curbara, farsi il bagno ristoratore, non perché sa ti studioia. Dopo gioca io, è migliore, un foglio mai te. No, ma non mi esce. Un foglio in mente. Ma curiamo unito me a catunde te. È buono? Questa caratteristica è maggiore del peperone crusco. È buono? Sì, è un abbinamento eccezionale, sì, io non lo conoscevo. Portoja me tom, perché non è di ton bommi. Pure kurtje që po penicillina, qenje që bëri, e dopo nga një bëri penicillina e thot, na bëm penicillina. Ma però, uto më qërbej, një però 14 sembre, na murtim ka dal grande cuoco. Na murtim e publikum vetë për një shërbes. Sa të bitë shikin puru tjetë katunde që i harrun. Katundet arbresht, harrun gjukin, harrun mbrogliat, harrun gjithsej, e harrun puru gatimet arbresht. Comunque questo è il libro. Qo libro. Kush është do të mësoket se si ka të zige, ka të bëgë, ka të vinë sa të marrë këtë libër këtu. E jam sominase se si e që zike. Non game come pubblicità, no, io metto mi tetta la cucina arbresht. Tu janë gjithë shërbese. Gjithë cucina arbresht. Tu që ka në data kur tje që bë, u kam licencin që kur tje se qhapa. I të vinë njetër që hapur parësin se u që bërë i këta. E u vë kem kanjanë, u vë kem minjanë. Mjeshtri e të i dhja mu.
Valenderim Sium, grazie mille di questa un piacere, diciamo un onore per noi che ci hai fatto questo, diciamo Sabine, poi in questa intervista. Oltre che l'Ebertù, buona una mattina, buona linea verde, buona serena variabile, buona la prova del fuoco, Chieva che è l'Accademia della Cucina Italiana, vai da Zeta per il Deiotic, tu hai detto fotografie. Dimmi, bene, ecco, andiamo. Strani da se čujeme Thompson, viene film in barzellette, c'è il Deiotic, c'è il riconoscimento dell'Accademia della Cucina Italiana, può essere sto 10 mesi giù vai da Zeta che è la cucina italiana, non abbiamo pranzo, Sì. Io porto i metton perché ormai porto mi dice, io cattor uttom kto, che ti ha sempre stai anche Gianni Bonacina, l'Oscar della cucina italiana, hai che tu è una bella prefazione del libro. Ci ha tenuto tanto state bene perché i pilchieni a te sanno pure che ta gatti mettone perché non gli fare sa hercien calabretta che tra però sta gatti si gli fare. Valenderim Sium, grazie mille per questa grande intervista. Comunque buonissimo, solo cucina vera a Brescia. Ciao a tutti da Alberia. La signora dall'Abruzzo. E io sono rappresentante della Calabria dell'Agenzia Nazionale Europea. Bene, la collega Non abbiamo il paese a Brescia. Ci sono anche i paesi a Brescia, sì. Abbiamo un paese a Brescia. E poi Grazie. nel Molise In Abruzzo fino a Paterza. Comunque grazie mille grazie a voi, perché possiamo effettivamente riuscire a valorizzare certo. non solo le tradizioni, ma anche i momenti di integrazione con tutte le comunità, perché altrimenti i valori che perseguono l'Europa non andrebbero vanificati. Quindi è proprio questo il momento per integrarci, capire le tradizioni, capire la lingua e soprattutto avere una visione internazionale di tutte le azioni che andremo a fare. Grazie mille. Buonasera a tutti quanti da Beria Web Film. Ciao, alla prossima.